Sekretet e numerologjisë. Teksa jam duke pritur këtu përpara shkollës fëmijët, doja t'ju flisja, t'i harxhonim këto 10 minuta për t'u informuar. Po mendoja dhe nuk doja që të mendoja me vetveten, dhe doja që të mendoja me zë të lartë së bashku me ju ta diskutojmë. Sekretet e numerologjisë. Nëse do t'ju thosha që me anë të numrave ti, jo vetëm që bëhesh i pasur, por me anë të numrave mund të pushtosh botën. Ti do ta besoje? Normal që jo. Por dëgjojeni me kujdes këtë analizë që do të bëjmë bashkë sot, sepse ja vlen për ta diskutuar. Pikë së pari, duhet të dini që numrat, sekreti i numrave, njihet që në kohën e lashtë që pas numrave ka një sekret të madh, sepse gjithë bota që na rrethon mbahet pikërisht pra nga numrat. Çdo gjë që na rrethon është e bazuar me numra. Mirë po, kur lindën numrat dhe kush i shpiku, si të themi kështu, numrat, dhe çfarë ndodhi me kalimin e kohës. Atëherë, duhet të dini që numrat u shpikën në vendet arabe. Dhe me kalimin e kohës, numrat u bën teje të rëndësishëm, por duhet të dini që sumerët që bazoheshin në numrin 60, i quajtur 60-tesimo, si mund të quhet. Numri 60, ata me anë të numrit 60 shpikën llogaritën kohën. Pra kohën sumerët e llogarisnin me anë të numrit 60. Tani pse po e them këtë? Sepse matematika u zhvillua nga vendet arabe dhe aty nga çfarë shekulli ishte, Kuarezmi, Al-Kuarezmi, nëse e keni dëgjuar, ai shpiku matematikën, pra shpiku ato numra që ne njohim sot, sepse deri para pak kohësh ishte, po thuaj, e çoroditur matematika, sepse vinte nga një botë tjetër. Do t'ju them se për çfarë e kam fjalën, por dëgjojeni me kujdes. Dhe Al-Kuarezmi ishte ai që vendosi ligjet e matematikës që ne përdorim sot. Po, pra flasim para shumë vitesh, ne përdorim ende sot pra bazën e matematikës së Al-Kuarezmit. Në fakt, algoritmi, i quajtur kështu algoritmi, u vendos pikërisht për nder të tij. Algoritmi që përdoret në kompjutera, në telefona, në çdo gjë, sepse është pikërisht algoritmi që mban në këmbë, pra në fushën e matematikës së telefonave dhe kompjuterave. Sepse janë pikërisht numrat binar që i transformojnë pastaj çdo gjë në numra dhe pastaj në fjalë. Ose më mirë, fjalët që ne shkruajmë i transformojnë në numrin binar. Numrat binar transformohen në fjalë e kështu me radhë. Tani, pse po flas për këtë? Sepse tregohet që ka disa tipa që e din këtë sekret. Bile disa matematikanë, unë do t'ju tregoj vetëm një për shembull, një matematikan që kemi bërë dhe në një nga videot e mparshme, ai fizikant, ai bëri një diçka që u bë miliarder, pikërisht pra duke u bazuar në numra, pra në sekretin e numerologjisë. Nuk janë fantazi, këto janë gjëra të vërteta. Dhe pikërisht sot, duke qenë zhvillimi ynë që bazohet në matematik, është akoma me thjesht për të bërë të pasur. Shikojeni, e di që për dikën nga ju të duken si fantazi, por ju shikojeni që në brenda familjes. Pra, në qoftë se ju dini të menaxhoni mirë matematikën, ju kurseni. Do kush nga ju do thotë, po sa do kursejmë? Pak rëndësi ka, ju kurseni dhe bëheni më të pasur, në qoftë se e njeh mirë matematikën dhe në qoftë se e përdor mirë matematikën. Por duhet të dini edhe diçka tjetër. Kur u zbuluan bazat, sepse duhet njohur numrat e parë, i numri primi që quhen, ose numrat e parë. Numrat e parë janë 2, 3, 5, 7, 11, 13, pastaj 17 dhe 19. Këta quhen tullat ose themelet e numerologjisë, të cilat, këta numra, ne i kuptuam shumë vonë. I kuptuam pra nga pas shekullit të 15-16, edhe ndoshta edhe më vonë. Kuptuam numrat, rëndësinë e numrave primi, pra numrat e parë. Quhen numra primi sepse janë themelet e matematikës. Dhe këtu qëndron sekreti, po kush i shpiku numrat? Pra ata që shpikën numrat, që po flasim që në kohën e sumerëve, e dinin shumë mirë, e njihnin shumë mirë matematikën, e njihnin shumë mirë fizikën, njihnin shumë mirë shkencat, sepse ne sot nuk
me kalimin e kohës kuptuan që janë thelbësor këta numra, por ne nuk shpikëm dot numra të tjerë, nuk shpikëm dot një matematik tjetër. Është ajo matematik dhe kaq. Është ai sekret i atyre numrave dhe kaq. Bile, do t'ju them, Fibonacci, që padyshim e keni dëgjuar, Fibonacci bëri disa zbulime madhështore, të numrit 21 që sipas tij çdo gjë lidhet me atë aureon, që e keni parë që çdo lule, çdo gjë, çdo send ka një që mblidhet në një pikë, rreth derisa mblidhet në një pikë. Sepse kështu është edhe universi, thot ai. Bile ishte një shkencëtar italian që e klasifikonin si të çmendur, ai mund të formonte ret për të rënë shi, ose mund t'i shpërbënte ret me anë të një mekanizmi që kishte krijuar pikërisht me anë të matematikës. Ai thoshte që matematika është baza, sepse matematika vjen nga zemra e universit. Pra, pse po ju them këtë? Sepse disa njerëz sot lodhen më shumë me fizik, me trup, se sa me tru. Por në qoftë se lodhesh me tru pak më shumë, pra me matematik, unë jam i bindur që secili prej jush bëhet më i ditur dhe bëhet më i pasur. Jam i bindur për këtë. Normal që në një familje duhet baza kryesore, duhen çifti, sepse duhet që të dy të kooperojnë dhe të punojnë, sepse nëse punon vetëm njëri dhe harxhon tjetri, nuk mund të bëhesh i pasur. Ose anasjeltas, nëse njëri nuk e ka iden që të mbledhë i para, të punojnë sa të duan, që të dy, edhe të kursejnë, që ti din si ti menaxhojnë parat, atëherë s'ka për të kursyer dhe s'ka për të bërë para. Dhe ky është një problem kryesor, doja t'ja u thosha këtë, nuk doja që ta prekja, por është problemi kryesor që kanë shqiptarët. Një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë këtë problem, që nuk kanë idenë e menaxhimit të ardhurave të parave. Dhe unë them që në bazë është pikërisht pra matematika. Megjithatë doja që ta diskutoja me ju, sepse ne sekretin e numrave primi, pra numrave themelit, që ata që janë të themelit të matematikës, që janë numri, më vjen çdo gjë në italisht drejt që e mori. Ndjes po i kam që të gjitha në gjuhën italiane këtu, sepse ashtu i kam studiuar. Dhe po thosha, numrat primi, pra që janë themeli, si që thash më përpara, që janë 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, janë ruajnë sekrete që ata që i njohin din mirë se si të veprojnë. Në fakt, edhe ai shkencëtari që u thash, ai amerikani që kem bërë në video para një muaji, që nuk e po më kujtohet emri, u bë miliarder pikërisht pra sepse u bazua në matematikë. Dhe e di që e përsëris me 10 herë dhe dua që t'ja u përsëris. Nuk dua non voglio scuse, si thonë në italianët. Nuk dua që dikush thotë jo, po nuk më vin tani. Nuk më vin. Por është e vërtet. Hajde. Është e vërtet dhe doja ta diskutoja me ju. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Është e vërtet që njeriu duhet që të bazohet në matematikë, sepse matematika është gjithçka. Matematika është në çdo cep të jetës, son të përditshme, por edhe brenda trupit njeriut. Duke filluar që nga gjenet, nga vibracionale të mendjes së njeriut, të ADN-s etj. Pra, po ta shikoni, të gjitha që flasin me herc, nuk e di e dini apo jo, por janë tinguj që flasin me herc. Pra, dhe këto transformohen në matematik, në numra. Ashtu si transformohen edhe në kodin binar që ju thash më përpara. Ndonse duket pak komplekse, ky argument ndonse ju duket pak kompleks, unë jam i bindur që shumë prej jush e kuptojnë që ose do ta dëgjojnë shumë herë këtë video. Dhe shumë prej jush e kuptojnë shumë herë më mirë edhe se unë. Për sa i përket matematikës, për shembull, fizikës apo dhe lëndëve të tjera që janë të lidhura fort me numerologjin. Megjithatë, doja që t'ja u tregoja që ta ndajmë së bashku, sepse duke diskutuar së bashku, padyshim informohemi dhe bëhemi më të ditur dhe ndoshta bëhemi dhe më të pasur. Pres komentet tuaja. Hajde, kalofshi bukur, drek në mirë.